Mbrëm ka ndodhur një sulm mbi Rusi me dron të lëshuar nga Ukraina dhe kanë goditur Moskën. E veçanta e kësaj është sepse ka qenë një shi dronësh i cili ka goditur Moskën. Kanë qenë rreth 400 dronë që janë lëshuar kryesisht mbi kryeqytetin e Rusisë, Moskë. Është një përzgjallësim i konfliktit, në fakt, i cili ka qëllime me sa duket nga Ukraina që ta rivendos në një pozitë më të favorshme për të negociuar me Shtetet e Bashkuara, pastaj këta të negociojnë me Rusinë. Mirë, ky është një hap i rrezikshëm. Duhet thënë që Ukraina i prodhon vetë dronët, prodhon 1,5 milion dronë në vit, janë prodhim bëndas, siç kanë qenë edhe këto dronë të cilët kanë goditur Rusinë, dhe janë dronë të cilët nuk kanë ndonjë kosto të madhe, fillojnë nga disa qindra dollar deri në disa qindra mijëra dollar, por janë dronë të cilët me një kosto të ulët ti mund të shkaktosh dëme të mëdha gjithmonë në bazë të asaj që godet. Në Moskë, por edhe në qytete të tjera, janë goditur godina të ndryshme panimi. Duhet thënë që droni është një mjet i rrezikshëm sepse edhe kur kapet nga mbrojtja kundërajrore, ai ose qorohet nga lufta elektronike, atëherë bëhet ndoshta më i rrezikshëm sepse në vend që të bie në objektivin e caktuar, i cili mund të jetë objektiv ushtarak legjitim, shkon e bie mbi një qendër të banuar duke shkaktuar viktima civile. Kuptohet, kjo është lufta është e pamëshirshme. Duhet të parë pak pse është bërë kjo goditje me dron. Me sa duket, aleatët europian, kryesisht Britania e Madhe dhe Franca, e kanë këshilluar Zelenskyn që të bëjë këtë goditje deri në momentin që ai ka dhe sistemin Starlink, sistemi i cili i mundson mbulimin edhe të Rusisë, sepse këta dronë nuk është se mund të drejtohen me telekomand nga një qendër, duhet të kenë një drejtim satelitor, sepse distanca është shumë e madhe, është rreth 300 kilometra në mos më tepër. Kështu që është i nevojshëm drejtimi satelitor. Nesër mund t'ja bëj edhe Franca ose Anglia këtë mbulim satelitor, por gjithsesi kur me efikasitetin e Starlinkut të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në rastin më të mirë, këta mbulojnë 70% asaj çka mbulon Starlinku sot. Pse është bërë kjo? Me sa duket, aleatët e tij përveç Shtetet Bashkuara e kanë këshilluar Zelenskyn që të vendoset në pozita force për të treguar që shiko, juve si rus mund të më godisni, por edhe mund t'ju godas juve. Gjithashtu kjo e vë në pozitë të vështirë negociatorin amerikan, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse në vend që tregon që nuk ka ndonjë ndikim të madh mbi Ukrainën dhe në vend që të uli atë intensitetin e luftimit, ukrainësit vetëm e kanë quar atë quhet një lloj paqe e cila mund të fillonte që nga ndalimi i bombardimeve ajrore. Kjo është, domethënë, në negociata ajo fillimi i paqes, por në fakt kemi një situatë ku jo vetëm nuk është bërë kjo, por domethënë është hedhur poshtë edhe ky opsion. A mund të trembet Rusia? Atëherë duhet të citoj diçka Ludwak, një këshilltar i Pentagonit për çështjet e strategjisë, e quan autizmi fuqive të mëdha. Çfarë do thotë kjo? Do thotë që një fuqi e madhe nuk e percepton njësoj si një shtet i zakonshëm luftën. Dhe ky merr si shembull Pearl Harborin. Mendoj që japonezët, duke e goditur, ideja japonezëve ishte që duke e goditur Amerikën në Pearl Harbor, duke nxjerrë jashtë luftimit një pjesë të konsiderueshme të flotës së saj së paqësorit, Amerikanët do hiqnin blokadën, një blokadë e lëndë të para, e cila kishte rreth një vit që po i merrte frymën Japonisë. Dhe jo vetëm kaq, por do ta detyronte që Shtetet e Bashkuara të ishin më të matura në drejtim të Japonisë. Nuk ndodhi. Ndodhi e kundërta. Shtetet e Bashkuara i shpallën luftë Japonisë dhe pastaj fundi dihet. Dhe Ludwak thot pikërisht këtë. Një fuqi e madhe nuk reagon duke u tërhequr. Një fuqi e madhe në psikologjinë e saj e ka atë që moshatajane quajnë qeni tërbuar, do më thënë bëje kundërshtarin që të sulmon, të pendohet,
kundërgoditja jote të jetë e tillë që ati mos i shkojë më ndërmend që të sulmojë. Dhe në fakt Japonia ka rreth 80 vjet që nuk e zhvillon forcën e saj ushtarake dhe është një ndër shtetet më paqësorë të botës. Dhe e njëjta gjë mund të ndodhi me Rusinë. Rusia është një fuqi e madhe, ka rezerva padyshim më të mëdha se sa Ukraina, ka rezerva madje më të mëdha edhe se sa Italia dhe Franca të marra së bashku, të cilat mund të ndihmojnë Ukrainën. Dhe në këtë rast mund të pritet një reagim i fuqishëm i Rusisë, një reagim i fuqishëm i cili mund të çojë edhe deri në përdorimin e bombave bërthamore atyre taktike. Por me futjen në lojë të bombave bërthamore taktike, në një moment që Shtetet e Bashkuara nuk janë fare entuziast për të vazhduar këtë përplasje midis Ukrainës dhe Rusisë, atëherë kjo rrezikon një përshkallëzim të mëtejshëm të konfliktit dhe dihet pastaj që kur hyen në të tillë spirale është shumë vështirë të dalësh. Do të rikujtoj këtu luftën e parë botërore ku gjithë oborret mbretërore ishin kushërim me njëri tjetrin. Nikola i dytë i Rusisë ishte kushërim me Kaiserin e Gjermanisë, me Wilhelmin, madje i fliste me përgjithës Vili. Shtëpia mbretërore e njëjta e Gjermanisë ishte kushuri, ishin nga njëjta derë ku është shtëpia mbretërore e Britanisë së Madhe. Pra, tre fuqitë e mëdha të cilat u futën në luftë me njëra tjetrën ishin kushuri, mbretërit e tyre dhe perandorët e tyre. Dhe asnjëri nuk e besoi kur quan ushtrit në front kundër njëri tjetrit dhe përfunduan në një luftë të përgjithshme botërore e cila shkaktoi miliona e miliona të vrarë. Por atëherë ishte një luftë ku luftonin vetëm ushtrit. Ndërsa sot kemi të bëjmë me një luftë totale ku numri më i madh i viktimave janë civilët. Dhe në këtë moment unë nuk e di mes llogari i hyn dy fuqi të vogla, të cilat po i mbarojnë në rezervat e predhave të tyre që kanë depo, që të nxisin një si Zelenski, i cili me sa duket nuk e ka studiuar historinë e botës, që të shkojnë në një përshkallëzim të tillë. Jo se më vjen keq për që ka goditur me 400 dronë Rusin, por e thash është problemi që këto nuk e kanë idenë se si reagon një fuqi e madhe. Dhe le t'i harrojmë këto broçkullat që Trumpi është agent i rusëve. Trumpi gjykon nga një pozitë tjetër, se ne jemi mësuar të gjykojmë nga pozita e fshatit, dhe kjo është fatkeqësia jona, e gjykojmë me mundësitë e fshatit të politikën botërore. Por me sa duket dhe udhëheqësit europian e gjykojnë me atë mundësinë e Europës që është kërthisa e botës. Ndërkohë, ju është thënë që Europa është vetëm një gadishull i vogël i kontinentit të madh që quhet Euroazite. Hapni hartën dhe e shikoni. Këta me sa duket akoma janë në mundësinë e shekullit të 20. Po dua të rikujtoj këtu që kinezët nuk e quajtën luftë botërore, luftën e dytë botërore, as luftën e parë, e quajtën lufta europiane nëpër botë. Kështu e quajnë sot kësaj ditë në librat e historisë. Gjithashtu rusët nuk e quajnë luftë e dytë botërore, për rusët ka qenë lufta e madhe patriotike. Pra, duhet të kuptojmë që Europa është një kontinent shumë i vogël dhe këtë duhet ta kenë parasysh edhe ata që kanë në dorë fatet e saj, sepse ishte shumë shqetësues thënia Van der Leyen, e cila fillon edhe bë basta. Padyshim që në një armatosje të mëtejshme të Europës, në një mobilizim të saj, mund t'i bëj ballë Rusisë, patjetër që mund t'i bëj ballë. Madje ta mundi jo, sepse jemi në epokën e armëve bërthamore. Mund t'i bëj ballë Rusisë. Problemi është, a ka ndërmend Rusia të sulmojë Europën? Mua nuk më duket se ka ndërmend, pavarësisht se son këta psikopatët luftë nxitës ose burokratët edhe Brukselit. Nuk ka asnjë analist ushtarak nuk thotë që Rusia ka ndërmend apo ka fuqi të sulmojë Europën, sepse rusët nuk janë kamikaze. Mirë po, kjo garë drejt armatimit është vërtet shqetësuese. Sepse, siç solla shembullin e luftës së parë botërore, pas këtij momenti është shumë e vështirë të gjykosh se ku do shkosh. Si gjithmonë, në fund ju rikujtoj të bëheni pjesë e kanaleve tona në YouTube, Dritar TV dhe kanalit Rudina Xhunga. Faleminderit.